Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një vlog të ri, në një vlog në këtë muaj festash, në këtë muaj dhjetori. Ju uroj çdo të mirë, shpresoj ta shijoni të gjithë muajin e dhjetorit më shumë me njerëzit e familjes, me njerëzit tuaj dashur, sa më shumë kohë të bukur. Dhe po nisim këtu një vlog, ne po vendosim sot pemën. Sot është data 30 nëntor dhe meqense pas e fillon java dhe Geri është i zënë dhe sigurisht që Geri vendos pemën, do e bëjmë sot. Kështu që do ju marrim me vete. Kemi nxjerrur zbukurimet dhe mendojmë që këtë vit nuk do ta bëjmë me zbukurimet që kemi bërë gjithmonë, sepse kemi një bebe dhe është pak rrezik, sepse ato topa që kemi neve kanë një gjë aty që varet tek bredhi dhe mund t'i fus bebi në gojë dhe është shumë rrezik. Kështu që kemi vendosur të vendosim vetëm dritat. Ohema është shumë e lumtur. Do vendosim vetëm dritat dhe kam bler ca fjongë të bardha që do e vendosim bredhit gjithandej dhe besoj se do jese mjaftueshëm, plus dhe ajo fjongja e madhe që vendoset në vend të yllit të bredhit. Kështu që po, do jese minimalist, por më mirë kështu sepse sa të kemi probleme larg qoftë. Kështu që po, mezi pres të ndaj me juve dhe të shikojmë se sa bukur të dalë. Kam porositur edhe këta dritat që të vendos këtu tek dritaret, por nuk më kanë ardhur dhe prap më ka humbur pakoja. Është hera e dytë që më humbet pakoja nga Amazon, por që do merrem me këtë më vonë. Le të merrem fillimisht me pemën. Ndërkohë, për ju që më ndiqni, ju kujtohen këto jastiqet, kam vendosur vetëm 2, këto të kuq, sepse ato 2 të bardhë janë të dhoma dhe po flinte Ohema. Kështu që do i zëvendësoj këto të bardhat, ato që kemi, që janë me këto që i kam pa marrë tek Shein, por që po. Dhe shkon shumë këtu sepse është bardhë dhe gri dhe super do jese. Ky është ai advent kalendari i Ohemës që do ta vendoset te pema. Mos e vënjëri laptopit tim dhe foto, sepse Ohema po prekte çdo gjë aty tek këndi. Well, it's time to let the kids know, yes, it's time to be married, to pick up the pieces of what you become in a year. Now we're here, well, you've done your best and no one will stop. Kemi arritur deri këtu me pemën dhe po shoh që nuk kam mjaftueshëm kështu fjongësh, kam edhe disa këtu dhe pash këto topat që i kam. Dhe në fakt këto nuk janë me ato kapset që mund të bien, janë me këto lidhset dhe në të bardha dhe super do e bëj me Rani. Dhe super do e bëj me topat e bardh, me këto të bardha, dhe ishte shumë bukur besoj. Tadam! Kjo është pema që kemi bërë neve, si përfundim i vendosa topat dhe këto të tjerat, sepse janë me këshu, por gjithsesi do të bëj shumë kujdes që mos bien në tokë, sepse po ranë thehen edhe Ohema mund t'i fus në gojë. Diçka që nuk më pëlqen, ka diçka që nuk më pëlqen te kjo pema, po nuk e di. Aq e lodhur se dje kemi pasur një natë goxha të vështirë me Ohemën, kështu që nuk e di se ç'a nuk shkon. Kjo është e sigurt se nuk shkon, kështu që do shikojmë për ndonjë yll të bardh apo diçka të bardh që të shkojë me temën ose të kuqe, pse jo. Por ja, kështu. Kemi përzier këtu, ju kujtohet kjo Ohema këtu që kemi pasur vjet. Këtu kemi mamin, Dorën, Ohemën dhe babi Gerin. So cute. Dhe kështu ka dalë. Të bësh një pemë me një bebe, nuk është qenë ka e lehtë. Sepse do të marrësh çdo gjë t'i fus në gojë. Ndërkohë që ka frikë besoj po ta prek pemën. Shikoni pak si largohet. Por që do t'i marr topat. Okej, pak të nëshqyr që ka frikë që nuk e prek, nuk afrohet. Përshëndetje. Sa u ktheva në shtëpi, isha jashtë. Sot është një dhjetori, edhe me të vërtetë ja vlen t'ju them edhe një herë muaj të mbar dhe muaj të bukur të gjithëve. Shikoni pak pemën, në fakt dje nuk e di, isha shumë e lodhur, isha shumë në pa humor, nga që kisha pas një natë të keqe me Ohemën. E nuk më pëlqente, ndërsa sot më pëlqen, kështu që ç'a do bëj? Do bëj vetëm një gjë që ta vendos poshtë, një pellush të bardhë, që duket më
Pse kështu është pak si bosh aty toka, kuptoj sepse aty është shtëpia e vjetër, kush është këtu, e din, tapeti vinte shumë afër pemës dhe nuk duke shumë keqe e pjesa. Kurse tani duket pak si jo shumë cozy, kështu që do i blej diçka aty poshtë dhe yllin nuk e di. Nëse gjej diçka, okay që them ja vlen, do e marr, nëse jo do e lë atë. Por nejse, sot dola dhe kam bler lule shumë bukura, prisni t'ja tregoj. Mora këtë lule që t'i vendos pak në për shtëpi për dekor, janë shumë bukura, nuk e di si kanë emrin këto lulet, nuk e di edhe sa pagova t'ju them drejtën, se pash fare, por që thash dua t'i marr, një paketoja i gjaxhi kështu. Edhe u ndjeva shumë, mendoj t'i vendos pak tek kuzhina, tavolina këtu. Nëse kjo tavolina e zezë këtu nuk e përdorim shumë sepse ohema ngjitet aty. E kemi vendosur ngjit me televizorin, por që mendoj që do e ndryshojmë të tavolinën, por nuk e di kur. Nëse këta lulet e bukura dhe bleva 2-3 gjëra që t'ju tregoj. E dërgova ohemën sot në qerdhe 2 orë, në mënyrë që t'kisha pak kohë, të blija to që kam për bler, se në fakt edhe t'isha e qetë. Kisha edhe 2-3 punë tjera, kështu që thash, okay, do shkoj. Dhe do vazhdoj të dërgoj ohemën 1 orë 2 ditë, në mënyrë që mos shkëputet, tani ndihet shumë mirë në qerdhe, han, luan, të qesh, do të ndihet shumë mirë. Ndihet goxha mirë, akoma gjumi është pak problem, sepse ohema e dini se si flen, duke i dhënë për të pirë. Kjo është pak më e vështirë dhe pse ata e mbajnë dhe ka fjetur kontakt nap me edukatorët kohët e fundit, por që avash, nuk mund t'i kërkojmë gjitha, kështu që jemi mirë. Edhe do e vazhdoj ta dërgoj në mënyrë që të mos shkëputet, edhe pse këtu kanë pushime dhe mbyllin për 2 javë qerdhen, por që nejse. Mora letrat e lagura të ohemës, sepse ato më humbën dhe mi kanë mbledhur dhe akoma nuk e di se ku janë. Kështu që mora te farmacia të 3-a, të ja fus tek rafti, mora gjithashtu dhe ujin e musteles që e përdor për ta pastruar dhe mora këtë sajzin e madh sepse është më ekonomik, kushton 10 euro më duket. Ky këtu, që është për lëkura normale dhe pse ohema e ka pak lëkurën e thatë tani nga faqi që është ftoft, nga dimri, nga i ftofti. Ç'a mora tjetër? Mora 2 maska, më pëlqen shumë dhe ishin shumë të mira në Yuka. Kjo është nuk e di nëse njihni këtë firmën, por ishin goxha të mira. Mora këto që më duheshin, refillat e kundra djersës që më përdor tani për kohësh. Mora këtë. Këtë nuk e kam përdorur kur. Kishte aromë lulesh dhe mjalti. Dhe po mendoj ta ve këtë, sepse më është mbaruar ai. Dhe kam përdorur disa të tjera këto kohë dhe nuk mbajnë fare. Kjo mban shumë. E kam atë që e vendos refillin dhe mora geri këtu në djersën e vet. Tjetër ujë me gaz, sepse më pihej. Këtu e kam. Refilli tjetër, këtu e kam pasur këtë aromën që është me koko dhe vanilje. Dhe gjithashtu, një gjë tjetër që mora dhe mezi po pres të provoj janë këta 3 furçat që këtu ma kishte harru ta hiqte këtë kundra vjedhjes dhe unë kudo që futesha bënte pip 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 edhe isha shumë në siklet. Kështu që kam marrë 3 furça. Kjo është furçe kjo është për fondatinën. Është me këtë kokën, t'ja heqi. Edhe do bëjmë i kap tani që të shohin. Nuk ishin shumë të shtrenjta, por dhe është e lira jo, e ka kokën kështu. Unë nuk vendos fondatin, vendos atë kremin e Maybelline që është super, që është në bajz uji, nuk është shumë cover, por që është super. Për ato që s'kan qef vendosin make-up të madh, sikur puna ime. Kjo është kontur për bronzerin. Shumë e bukur këtu fix, tek. Sepse ato të vjetra duke i larm janë prishur, thash me që i pash dhe të treja njësoj, pse jo, këto përdor më shumë unë. Kam edhe ata të syve që e kam marrë te S Cosmetics, është shumë e mirë poshtë syve. Ato nuk e kam në gjendje shumë të mirë. Edhe kjo këtu, që t'ja heq këtë, kjo e fundit që ishte me
me këtë antivjedhjen. Kjo është për blush. Unë tani përdor gjitha make-upet liquids, qoftë bronzeri, qoftë blushi, përveç normal pudrës që fiksoj gjithë pjesën. Edhe super, këto ishin vlerjet e mia sot. Tani, ndërkohë që Hema po fles, e mora nga qerta dhe vendosa për të fjetur, thash të bëj drekën për nesër. Dhe një supë për sot në dark me pulë dhe me perime, që t'jesë aty dhe më duket që do dalim prap. Do bëj make-up edhe do dalim pas dite me Hemën. Kam shumë qef që kënë qender, shoh pak zbukurimet, por të shohem si është Hema, gjendja Hemës, do thonë gjendje emocionale. Ndërkohë, bëjmë gatuajmë. Do gatuaj mish, brokoli dhe patate. Edhe një pako, kështu që ta hapim bashkë. Nuk ju kam folur sot, sepse gjithë ditën jam marrë me bazare, me Hemën, me zi e zurgjumi. Tani e zurgjumi dhe ky muaj 8-9, se tani edhe pak futet në muajin 9, do të thonë Hema edhe pak ditë në 9 muajsh. Ka pasur këtë, si thuhet, separation anxiety, ankthin e ndarjes, që baby nga 8-9 muajsh kupton që nuk është më një me mamin, por që është vetëm një person, kështu që Hema gjatë gjithë kohës ka dashur të mbahet në krah dhe vetëm nga unë. Dhe natën djem, po shkoja në tualet, ka plas qarë, sepse ne flim bashkë dhe gjithë kohës është ngjitur me mu. Edhe po tjesë, dhe më thënë, e ka krevatin aty, nuk donë të krevatin, donë të ngjitet me mu, trije ngjitur, të preke, kontakt lëkur. Dhe 5 minuta që kam shku në tualet, ka plas, edhe pse Geri i shpejti po mundoj të bënte vetën, nuk ishte shans. Kështu që më ka ardhur një pako. Shkone pak, që kam këtu? Nga kjo firma, më ka ardhur PR, është kjo firma Jolly Mama. E kam pa në Instagram, kudo që ka shumë gjërat mira për mama, vitamina, kolagen, dhe me që përflasin, më kanë fut këtë kolagenin. Këto janë, besoj, nuk po e hapi, por janë, që nga këshu në pudër. Të lexoj pastaj dhe të shoh se si përdoren, të ngre pak kamerën më larg. Pak më mirë kështu kanë, kështu që po thoja, ma kanë futur dhe këtë protein, dhe këtë proteinën, me coconut power. Është një firmë franceze, kështu që është shumë e lehtë për mua për të marrë vesh. Duhet të merrni çdo ditë 17.7 gram këtë pudrës me një lugë, me fut dhe ta hedhim në 200 ml ujë, ose me një qumësht vegetal, thot. Super. Dhe fundit fare, këtu nuk e të që ka fut. Këtu që fut. është qelë që prandaj kanë fut. Këtu kemi magnesium që të ndihmon
Këtu është magneziumi, që magneziumin unë e marë, tani magneziumin gjithmonë e marë, mamagnezium quhet. Shikoni pak mamagnezium, sepse është për mamat. Unë I thash që jam mami gjithënëse dhe mi ka futur gjitha gjërat kështu. Dhe e dyta është multivitamin postpartum. Unë I kam atat mia, por kur mbaron do marr këto, sepse I kanë të gjitha benefitet, duhet marrin 2 në ditë. Kështu që jam shumë e lumtur që kam tani këto produktet e reja. Dhe mezi pres të shoh t'i provoj, sepse janë shumë të mira për vitaminat që janë me radhë. Kështu, kjo ishte dhurata ime për sot, jam shumë e lumtur dhe do mbyll këtu videon dhe do hap video tjetër për një ditë tjetër.